Sekreti i kombinimit të disa ushqimeve që ofrojnë benefite për shëndetin. Në bazë të disa të dhënave, jo vetëm të nutricionistëve, por edhe të mjekëve dietolog, tregojnë për dobinë e miksazhit të disa produkteve ushqimore, të cilat rrisin potencialitetin në trupin ton. Meshkujt që han fara kungulli çdo ditë kanë nivele të larta të hormoneve, në krahasim me ata që nuk i konsumojnë farat e kungullit. Të hash vetëm një banane në darkë i jep kaq energji trupit sa që në mëngjes ngrihesh me më shumë forcë dhe entuziazëm. Një lugë vetëm me mjalti çdo ditë, përveç benefiteve të tjera, kontribuon edhe për forcimin e imunitetit të trupit, që është thelbësor në jetën e njeriut. Panxhari përmirëson qarkullimin e gjakut. Konsumimi i vezëve me domate dhe kastraveca është një kombinim perfekt për shëndetin e zemrës dhe lëkurës. Konsumimi i mishit të pulës me brokoli dhe patate është një treshe perfekte për forcimin e kockave, ndërsa konsumimi i peshkut me hudhra dhe vaj ulliri është një kombinim perfekt për trupin sepse është antiinflamator dhe kardioprotektiv. Kurse ngrënia e biftekut me vezë është një miks i shkëlqyer për shtimin e masës muskolare. Ju i dinit këto? Ekspertët nënvizojnë se jo për të gjithë këto kombinime janë aktive.